Ky e dërgon topin mbrapa. Përsëri Galica. Ka dhe ndërhyrje të kapuar nga Andi Lidi, godit dënimi. Shkaktuar faul Kavajasi. Që topi takon kuqezimve. Shohim pra minutën e 30 të pasiruar në ekranin e televizionit shqiptar. 1-0 për skuadrën e Tiranës me gol të Mehmedit. Pranë topit është Brajkovic. Me të majtën sulmuesi kroat, një top në zonë, goditje me kokë dhe 1-1. Barazon flamurtarit e ruajtur shikues 1-1 me një gol të mrekullueshëm. Të shohim ka shruar me sa duket numri 16 Marikon, mbrojtësi kroat. Marikon që shikoni ka puthur dhe kamerën e televizionit të njërit prej kameramanëve të televizionit shqiptar të ndodhet në Selmas Tërmati. Një kërcim i fuqishëm i Marikon dhe 1-1 në minutën 31, pra 14 minuta më vonë. Një gol i bukur ky, entuziazmohen tifozët vlonjat që ndodhen në Selmas Tërmasi. Natyrisht jo të shumë në numër, por sa për t'i dhënë nuanca